Islami është një fe pa njoll, pa nishan, pa histori. Zero, komplet. Si çdo fe falso, fillon nga një njeri. Pra, në gjithë planetin, asnjë njeri nuk i përket asaj feje, përveç njeriu që e fillon. E njëjta gjë me dëshmimtarët e Jehovait. Ai që e filloi, ai ishte i vetmi, një nga një u shtua. Ashtu dhe Muhameti në gjithë planetin nuk kishte musulman. Gjithë historia kishte zero musulman. Fakte arkeologjike, libra, zero. Nuk ekziston as edhe një libër që të flasë për Islamin. Islami flet për historinë, thot profetët janë të mitë, Mojsiu është i imi, njëri tjetri, e i thua ati, po mirë më Muhamet, ma jep një libër ta shikoj ku i ke këta profetët. Edhe thot Muhameti, a librat i kam në qelë, thot, nuk i kam këtu. Mo Muhamet, ke këtu ndonjë gjë? Apo i kanë korruptuar, mo? I kanë korruptuar ata, krishterët. Po Muhamet, po, në qelë kam dhe unë pallate, mo, këtu, ke gjë. Këna japësh. Zero. As një gjë, as edhe një libër të vetëm. I zë në gojë Muhameti profetët me Adame, me Mojsie, me Davide, Daud, që i thonë ata. Edhe i thua, po mirë mo Mahmud, Muhamet, që i ke emrin. Hajde të zëm Daudin, David, që i thonë anglezët. Ta hapim librin e David. Thot, shpirti i Zotit, fryma e Zotit krijoi gjithçka. Të më Muhamet i thot, fryma e shenjtë është Gabriel, një angjëll. Daud i thot, fryma e Zotit, fryma e shenjtë krijoi gjithçka. Muhameti tjetër për tjetër. Nejse, gjithsesi ideja është se i thua, more Muhamet, ma jep një libër dhe nuk ka as një libër. Se po të ta japi një libër, del direkt falso. Po ja dhe një korruptuan. Po në me Muhamet një shkencëtar, pas Muhametit keme 10 shkencëtar që merren me Islamin e studiojnë. Në mamo, një që merrej me Islamin para Muhametit. Ku e kem? Zero, hiç, fare. Krishterimi do kisha, do fakte arkeologjike, do histori. Komplet Bibla, pjesë e madhe e Biblës gjendet vetëm në përpunët e shkencëtarëve që shpjegojnë gjëra dhe kanë pjesë të Biblës atje. Ku i ke këto në Islam? Në para Muhametit, një shkencëtar me pjesa të librave profetik që ta kesh ku ta kapësh, mos ke ku e kap, thot. Nuk kam i kam në qelë, thot. S'ke ku e kap Muhametin. Nuk e nga ta kapësh. Ka gojën e madhe. Krijova botën, thot. Bëra. Nejse. Kjo ishte e gjitha ideja që është fe falso, qesharake.